besoj në një Zot që krijoi njerëzimin dhe jo në një Zot që krijuan njerëzit. Sërish jam në studio si çdo javë për Zotin Miron Çaku. Miron, falenderoj. Jemi në një periudhë festash. Shohim që njerëzit flasin për besimin, por edhe për zakonet. Pse njeriu Miron i ka lidhur këtë festa, e ka ngatruar pak me besimin, ka shtuar ca ngjyra të kuqe, jeshile, e shoqëron me një ëmbëlsirë, i shton edhe gjelin. Ku janë gjitha këto, ku qëndron besimi, zakoni, festat, ritualet, drejt e bestypnia? Sot dëgjojmë për shembull edhe në media festat e fund vitit, por e para një duhet të sqarojmë që këto festat e fund vitit. Festat e fund vitit kanë emër. E para është Krishtlindja, ne duhet ta themi që festojmë Krishtlindjen. Dhe ne kemi diskutuar edhe këtu, Krishtlindja është lindja e birit të Perëndisë Bërbinë në Betlehem të Judes 2025 vjet përpara. Por pastaj flitet dhe për vitin e ri. Por viti i ri nuk është fest, siç i ka marrë karakterin sot. Viti i ri është thjesht ndryshim vitin në anën kalendarike. Dhe duhet dinë se ka shumë kalendar në botë që kanë ditë të ndryshme të vitit të ri. Kështu që nëse ne përqendrohemi te kjo festa e vitit të ri, kjo thjesht është një besyni pastaj. Sepse njerëzit mendojnë se data 31 për 1, 31 dhjetor për 1 janar, është dita ose nata dhe dita e çudive. Dhe ka shumë besyni në shumë vende të ndryshme të botës, po dhe në këtu në Shqipëri, ca janë autentike, disa janë të importuara, do me thënë që për treguar se njerëzit janë shumë bestyt, duke menduar se në këtë ndrim vitesh, tu ndodhin çuditëra ose shkruhet fati për vitin tjetër. Dhe ka forma nga më të ndryshme, për shembull nëse ne do hyjmë do googullojmë, nga forma më ndryshme, forma bestyte, se si njerëzit mendojnë të sjellin fatin në shtëpinë e tyre. Çështja është se njeriu si qenie është një qenie fetare. Do t'i përgjigjem pyetjes tuaj. Qenie fetare, do të thotë edhe nëse Zoti nuk do ekzistonte, ne do ta krijonim atë. Thot Voltaire. Por çështja është se kush është Zoti i vërtet dhe kush është Zoti që krijojmë ne. Ju tha në fillim të bisedës sonë që unë besoj në një Zot që ka krijuar njerëzimin dhe në një Zot që ka krijuar njerëzit. Njerëzit krijojnë zotat e tyre. Nga që mendojnë se Zoti është një fuqi e mbinatyrshme dhe që sjell bekime ose fate, mendojnë njerëzit, atëherë kur nuk e njohin Zotin e vërtet, krijojnë Zotin e tyre që i përshtatet pasioneve, dëshirave, interesave të tyre. Dhe kështu pra edhe këto veprime që bëjnë, që janë thjesht veprime bestyte, bëjnë që të sjellin të tërheqin këtë fatin nga Zoti i tyre i krijuar. Në fakt mënyrë është një autosuggestion që bëjmë vetes dhe po të dalësh pak nga kurrelli vicioz i këtyre veprime faciese është sa tragjike, aq edhe komike. Po për shembull unë do të pyes për baklavan. Pse e shoqërojnë vitin e ri me baklavan si ëmbëlsirë? Marketet janë të mbushura plot, ambrisat në shtëpi shtrohen petëve. Po pse baklavaja pikërisht? Shiko, përveç veprimeve bestytes që bëhen për shembull të hyrësh, të dalësh ose të hash, të pish, kemi edhe këto pra, që janë gastronomia. Edhe këto janë thyer në gjell ose në ëmbëlsira bestyte që sjellin fat të mirë. Për shembull baklavaja është e lashtë si ëmbëlsirë. Vjen nga grekët, është bizantine, në perandoria bizantine, e morën turqit, e kemi marrë dhe ne, por ne kemi qenë pjesë e perandorisë bizantine. Nuk është se ne i kanë importuar turqit. Por çështja është se neve e shikojmë baklavan, që është thjesht një ëmbëlsirë, disa ju pëlqen, disa nuk ju pëlqen, që e shikojmë tani si faciese dhe po nuk bëret i baklava, këtu është problemi tash. Se tash baklava nuk ka asgjë të keqe. Nëse ai nuk të dëmton. Shëndetje, se duhet të bësh çatash. Por problemi është kur ti mendon se po s'bëre baklava dhe kur baklava e bën keq, po ti do ta hash se po se hëngret ti nuk të shkon mbar viti, këtu pastaj baklavaja është kthyer në një idhull dhe këtu veprojnë ligje shpirtërore. Ajo baklavaja hyn ai pa dukshmi
edhe djalli, i cili sa herë që ne një objekt e ndajmë nga Zoti dhe e kthejmë në formë bestyte, fatësjellse, ai merr të drejta mbi atë dhe jo vetëm ti hap baklava që ndonjëherë mund t'i bëj dëm shëndetit, por brenda vetes së frutet një frymë gënjeshtare, frymë mashtrimi. Dhe arrin deri aty sa që nga njerëzore që një qenie intelektuale, që do ta drejtoj jetën e vet me inteligjencë dhe me punë, arrin të varet nga i baklava që ka bërë vet, nga disa pet byreku, nga disa çfarë ka ajo ëmbëlsirat e veta, ingredientet që ka baklava. A kupton ku shkon vetesh? Logjika pushon, ti nuk arsyeton fare. Prandaj, njeriu është një qenie logjike dhe thot Solomoni Ur, veprimet bestyte janë ato që e shkatruan botën. Pse shkatruan botën? Sepse njeriu pushon se qenie një qenie e arsyeshme. Është një qenie e varur nga këto dhe ky është një fyre që bën Zoti. Por dhe inteligjencës sonë. Unë di raste për shembull ku njerëzit hanë 12 kokra rrush natën e vitit të ri për 12 muaj që t'i plotësojnë nga një dëshirë. Disa e kanë me 12 kokra rrush, disa e kanë me 12 sardele. Disa e kanë do të hanë shejk, disa do të hanë thjeshtë, disa do të hanë nuk e di. Disa, do të thënë, po ti shikoj se unë i kam ndjekur njerëz se desha të bëja një shkrim. Edhe disha indëgjeshëm për veten e vet, për veten time domethënë. Sepse të them drejtë dhe unë i kam besuar njëri kohë. Kur unë nuk besoja Zot, edhe pse isha ateist, këto i bënin. Këto ishin ngulitur tek ne. Pra, themi që njeriu është një qenie fetare. Pra do diçka të mbi natyrshme. Nuk reziston dot pa të mbi natyrshme. Por çështja është kush është kjo mbi natyrshme. Kur unë pastaj besova në Zotin dhe njohita Zotin, nëpërmjet shkrimit të shenjtë, doktrinës së kishës dhe nga eksperiencat e mia, atëherë fillova të studioj dhe pash që ka një pambarim forma të tilla bestyte, nga më qesharakët, po dhe nga më marrëzit. Disa thyen derën për vitin e ri. Ka disa thyen derën, disa thyen pjatat. Disa e që të gjithë ato lugët, pirunin dhe thika. Pas orës 12, shisha e pjata. Po, dhe di njerëz që kanë bërë. Pse bëhet kjo më rëndë? Për të hequr fatin e keq, ose të keqen nga viti që shkoi, edhe duke thyer këtë, se shiko futet logjika tash, logjika e smur. Thyej këtë që t'i ki fati keq. Dhe të bi fati i mirë. Disa ndryshojnë rroba të përbrendshme të tyre. Domethënë, forma nga më të çuditshme. Ose disa patjetër duhet puthen, bëjnë atë puthjen e vitit të ri. Këtu puthen dhe mbas pak zien, domethënë, pra, nuk ndodhin gjërat me magji, më shikoj. Neve dua ta bëjmë jetën me magji, abracadabra. Pra i dim shkurt. Jeta nuk rregullohet kështu. Po t'ishte se jeta rregullohej kështu, të thyesh pjata, të hash rrush, të thyesh dyer, dhe të bësh veprime të tilla, në një farë mënyrë do ishte shumë e lehtë. Po nuk është kështu. Kjo është gjë virtuale. Kjo është jashtë komplet realitetit. Jeta rregullohet e para ti besosh Zotin, që është burimi i çdo njerëz, si thotë apostulli Jakobi, çdo gjë e mirë vjen prej Atit të drejtave. E dyta që ti jo vetëm besosh, po ti zbatosh porositë e Perëndis. Dhe e treta ti jesh një qenie që të duash veten, të duash të tjerët. Dhe vetëm duke qenë një qenie solidare, që bashkëpunon me tjerë, jeta si thënë merr ato benefitet e vet. Dyshet asgjë nuk do. Rriti ashtu gjithë ditën, asgjë nuk do. Por harrosh. Po, harrosh edhe çfarë do bëj? Dhe prit çfarë do ndodhi. Por do të rritet sheqeri asgjë. Okej, shumë drejt. Tash Meron, ti lëm këto bestit mirat, dhe me datë 1 janar, çfarë festoj Freestyle Orthodox? Shiko, në data 1 janar për ne në kalendar liturgjik është një fest zotërore, sepse në datën 1 janar ne festojmë rrethprerjen e Zotit. Pra, kur bie fjala Perëndis lindi si biri i njeriu, prej Virgjinës Mari, kur mbushit 8 ditë atë e çuan në tempull, sepse ishte ligjit që ishte dhënë Abrahamit, pasaj dhe Mojsiut, që fëmia mashkull 8 ditë rreth pritej, ose në gjuhën popullore quhet synet. Kjo është diçka që kishin izraelitët dhe ne të kështu nuk e kemi më. Do ta them arsyeën pse nuk e kemi dhe vazhdojnë edhe disa fe tjerë që e kanë, por ne nuk e kemi. Dhe kur mbushit 8 ditë ata e quan dhe bëri rrethprerje. Këtë festojmë neve.
Kjo është një festë zotërore ose despotike, sepse ne kujtojmë që Krishti erdhi si Adami i dytë për të shlyer mëkatin e farës së Adamit. Prandaj, prerja e prepucit, që thuhet, tregon atë që me gjakun e tij ai do shlynte mëkatin e farës së Adamit që trashëgohet në brezar, se ne trashëgojmë mëkatin së gjyshor. Kjo është kuptimi. Dhe ne nuk bëjmë më tani rrethprerje, sepse për nesh rrethprerje njëherë Krishti dhe rrethprerja është tani në zemër nëpërmjet pagëzimit. Pagëzimi na ndan nga mëkati. Dhe kjo është ajo para që ne festojmë në festën në datën 1 janar, në rrethprerjen e Zotit. E dyta është Shën Vasili i Madh. Shën Vasili i Madh është një nga 3 hierar më të mëdhenj në kishën tonë. Është një shenjtor shumë i dashur i shekullit të 4, i cili ka lënë gjumë në ndërgjegjen e kishës, por edhe në traditat popullore. Dhe në datën 1 festojmë Shën Vasilin e Madh, i cili ka ndruar jetë në datën 1 janar në shekullin e 4, dhe ne blidhemi në nder dhe kujtim të këtij shenjtori. Kjo ishte mënyra si kremtonin krishterët. Krishterët, në sa kam pyetur unë, parë tanë, nuk festonin vit të ri në konceptin që është sot, pra që gdhiheshin duke pritur datën 1. Jo, ata çoheshin në mëngjes dhe shkonin në kishë dhe nuk hanin darkë, që është darka e vitit që ka është sot, por ishte dreka e Shën Vasilit. Ishte edhe ajo tradita e byrekut me lek ose kulaçit me lek ose vasilopita që bëhet. Bëhet në datën 1. Ajo bëhet në datën 1. Edhe ajo është diçka që ka si them, jo besëndim brenda, po ka karakter historik. Pse pikërisht me lek? Sepse ka ndodhur një ngjarje kur Shën Vasili i Madh drejtonte atë episkopatën e vet, Julian Apostati, cili mohoi krishterimin dhe kërkonte të thithte paganizmin, pati një konflikt me Shën Vasilin. Dhe Shën Vasili e dinte që Julian Apostati ishte shumë zemërak, se njihte që kur kishin qenë student në Athinë, dhe i tha popullit që në qoftë se ai do vinë te neve, ai atëherë do të na shkatërrojë qytetin. Por Juliani është paredashës, ka qef argjend floris. Të mbledhin çfarë kemi, të ardhura, dhe t'i mbledhin, t'i bëjmë grupe, t'i bëjmë në rrugë, që kur ai hyr në qytet duke para të zbutet zemra dhe të shpëtoj qytetin. Por din që Shën Vasili u lut tek Zoti dhe të shenjta dhe u dërgua Shën Mërkuri dhe vrau Julian Apostatin në luftë me persët. Julian Apostati ishte veshur i gjithë me nuska, me magjira, që mos ta prekte asgjë. Por e vrau Shën Mërkuri. Dhe fjalët e fundit që tha Julian Apostati tha Nazaretas, më vrate, më munde. Atëherë doli një problem që të gjitha këto pasuritë e mbledhura pa evidencë, sepse ishin mbledhur shumë shpejt. S'dini si ndashin. Dhe secili pastaj filloi të abuzimi, jo kam çuar këtë, kam marrë këtë mjet atë. Atëherë Shën Vasili u lut Zotit dhe u dha udhësia. Do bëjmë kështu ta, do bëjmë kuleç, dhe do fusim ato monedat, buzylike, gjëra, çfarë kishin mbledhur. Edhe secili le të marrë dhe të ndahet Perëndia dhe secili shkojnë në shtëpinë e vet i qetë. Dhe kështu ndodhi ngjarja dhe filloi tradita e Vasilopitës. Që për ditën e Shën Vasilit, jo të vitit të ri, por Shën Vasilit, bëjmë këtë ose Vasilopit, ose byrek, ose në forma ndryshme, dhe fusim një lek në kuptimin ose të rikthejmë atë që ka bërë Shën Vasili i Madh. Pra, është historike. Dhe tani kur të bie ai leku, nuk të bie se ta fati ty bingo. Jo, ai është thjesht, si mund ta them, një kujtim i asaj ngjarje, por edhe le ta marrim edhe një bekim nga Shën Vasili, por bekimi vepron në sinergji. Nëse ti nuk e i hapur nga bekimi, nuk bashkëpunon me hirin dhe uratat e shenjtorit, sikur gjithë shenjtorët luten për ty, nëse ti nuk beson dhe nuk bën ato që thotë Perëndia, asgjë nuk do të bëj. Prandaj, duhet i ruajmë edhe këtyre brenda nesh, brenda besimit tonë, këtyre koncepte fatësjellse. Nuk ka fat, ka bekim. Dhe bekimi varet se si ti e pranon. Prandaj është e rëndësishme edhe shpjegimi i këtyre simboleve. Po, patjetër duhet, sepse këto tradita, siç Krishtlindjes, edhe tradita të tjera, i kanë marrë edhe të tjera që nuk kanë besimin tonë dhe nuk i dinë. Dhe pastaj këto i kanë transformuar dhe kthehen si gjëra bestyte. Domethënë, por ne ju japim kuptimin e vërtet, pra tregojmë thelbin, përmbajtjen e tyre. Çdo gjë ka thelb, ka përmbajtje. Dhe nëse një njeri do të bëjë diçka, duhet të interesohet pse ta bëj.
Pse? Se normalisht ne do pasurojmë traditën tonë. Dhe nuk do të thotë, nuk është gabim për shembull që ti bësh diçka tjetër që nuk e kanë bërë prindët tu ose parashit e tu. Por çështja është që këtë traditë të re që ne marrim, dhe sot ka mundësi bota të bërë një lagje që ne marrim japim, po do ta dish për mbajtjen. Del njëri thotë, jo duhet sheg në tavolinë. Do vërdosh ti o të gjesh shegën ose s'ka. Tjetri thotë duhet thjerza, se anë italiane do të ardhe ti thjerza. Tjetri thotë duhet kjo. Dakor, asgjë nuk duhet. Mund të them për shembull, më kam bërë disa pyetje edhe kështu në mënyrë mediatike. Çfarë duhet ham për Krishtlindje? Çfarë duhet ham për vit të ri? Hani atë që është e shëndetshme. Atë që nuk tem. Nuk ka ushqime fatësies. Nuk ka. Ose është ajo që ca hyn me këmbë. Ke parë për shembull? Në këmbën e djathtë. Këmbën e djathtë. Po unë ju them njerëzve, Zoti ka bërë dy këmbë njerëzit. Në qoftë se ne shikojmë të majtën si të mallkuar, se ti e kështu që po tyre me të majtën ti fut të keqe. Atëherë pritet majtën. Se po Zoti ka bërë dhe djathtën dhe të majtën. Edhe ju them njerëzve, mos hyni me këmbë, hyni me dorë. Çfarë dorë? Me dorën e djathtë. Si bëjshin me kryq. Edhe hyrë në shtëpi. Kështu pra hysh. Një krishter. Kështu si bekimi. Se kryqi nuk është një bestytni, kryqi është shenja e Krishtit dhe përçon energji. Por bestytnit, si veprimet, si ushqimet, si objektet, përçojnë energji negative. Nuk është kaq e thjeshtë kjo. Sepse ta thash, djalli i gjen si vende ku futet atje. Dhe përçohet pasaj tek neve, që i veshim, që i mbajmë, që i ham, dhe kështu gjendja bëhet shumë e keqe. Dhe pasaj ndoll ajo, që njerëzit i bën gjitha këto, raskapiten, ulen atje në atë tavolinën kështu të lehosur, dhe nuk den asnjë kënaqësi. Hanë, pinë, ato që veshin, mbarin, bëjnë veprime gjitha, pra nuk janë të kënaqur, pra nuk janë të lumtur, pra viti i fillon me sherr, pra viti i fillon me probleme. Pse? Jo vetëm s'ka bërë efekt, ka bërë efekti negativ. Ka hyrë e keqja në shpirtin tënd, në shtëpinë tënde, sepse ke bërë veprime bestyte dhe ke sill idhuj. Por idhujt janë kundra Perëndis, ofendojnë Perëndin. Prandaj janë gjëra serioze, po janë tragikomedi. Në fakt neve qeshim, por këtë është shumë vërtet edhe njerëzit ndonjëherë është për të ardhur keq me rënd, se neve nuk kuptojmë ku ndahet besimi nga bestytnia, sepse dhe komunizmi ka lënë ato gjurmët e veta. Po. Jo po prindrit e bënin kështu e... Nuk është vetëm komunizmi, unë mendoj se ne e vëmë mendjen pak në punë. Pak njerëz arsytojnë. Unë shikoj me veten time, kur unë nuk arsytoja, thjesht udhëheqesha nga instinkti, ose e dëgjoja nga ty nga mua, në kuptim hipotetike, atëherë unë e bëja këtë pa mendim. Jo. Njeriu ka mendje. Mendja na ndan nga kafsha, nga instinkti. Dhe mendja me logjikën duhet arsyetoj, ore pse duhet ta bëj këtë? Madje edhe besimi ynë nuk është a priori. Ne kemi besim me logjik, pavarësisht se ka në logjikën, por nuk është jashtë logjike. Nuk beson ti një gur, një kafsh, siç besoni paganët. Ne besojmë një qenie që edhe pse nuk arsyetojmë gjithën, pra besojmë se ajo ekziston dhe kemi një lloj arsyetimi. Ai sa mund lejoj, si them, logjika jonë ose inteligjenca të hyjë në misionin e Perëndis, por jo pa logjik fare. Ka gjëra pa logjik më. Gjëra pa logjik. Kjo tregon që ti nuk je më faktikisht nuk je qenie njerëzore mendore. Dhe unë ju them, pse ofendoni kaq shumë veten tuaj? Pse? Dhe po ta bësh mendjen në punë, por këto ndodh edhe këtyre me që e heqin veten sikur kanë diploma, sikur janë e njohin shkencën, dhe kur flet për besimin, thot ai, që çfarë nuk bën shtëpi për vitin e ri, thyn pjata, thyn gota, bën këtë, bën atë. Kur vjen për besimin thot, jo, besimi nuk është shkencor. Po ti pse i bën këto? Këto shkencore janë? A kupton çfarë ndodh? Pra, djalli gjen shesh bën për shesh. Me që jemi të këto gjëra Veron, se ta bëjë një pyetje të fundit. Shikoj ca njerëz që mbajnë disa gurë të çuditshëm në përunaza, kështu byzylyqe, por që kanë gurë dhe thonë që kanë energji këto gurët. Do më shpjegosh diçka në lidhje me këtë, se ndoshta shkon në veshjen e duhur kjo. Kristalet, Kristalet.
Kjo sot është bërë një trend, një marrëzi botërore. Më shumë besoj se është për marketing, Jo vetëm për marketing. Si besohet kristali? Ka një lloj arsyetimi në thonjë që prapë s'ka logjik. Kristalet mendohet se janë gurë, të cilët kanë një formulë, si temë kristalore, shumë të rregullt. Dhe duke qenë se kanë formulë kristalore të rregullt, ata që besojnë te kristalet thotë që energjia e universit, kur hyn te këto kristale që kanë formulën kristalore të rregullt, ajo energji e cila pëson valzime ose degradime, këtu rregullohet. Dhe kur e merr ti këtë në trupin tënd, disa i majnë poshtë krevati, disa i majnë trup, disa i majnë makine, gjitha. Kjo energji e universit, vjen te ty në mënyrë të rregullt. Tani, kjo nuk është shkencore fare. E para, ligji i dytë i termodinamikës thotë që çdo gjë në botë, çdo fuqi, energji në botë pëson dekadencë. Edhe gjithçka. Atëherë, edhe kristali pëson dekadencë, sepse bota shkon drejt prishjes. Për treguar se ka pas një fillim. Materia nuk është e përjetshme. Ka një fillim, ka një mbarim. Këtë pranon shkenca. Atëherë, edhe kjo hipotezë që kristalet janë të përsosur nuk qëndron. E dyta, çfarë janë kristalet? Janë thjesht gurë. Ato mund të ndikojnë në fizikun tonë, ta zë. Po nuk e ndikojnë fare në psiqikën tënde. Po në fizikë s'e ndikojnë? Ta zëm si ndikojnë në fizikun tonë. Për shembull, edhe hëna ndikon në fizikun tonë. Sepse ndikon në gjithë natyrën. Ne kemi një trup fizik. Dhe patjetër që ky trup fizik ndikon nga lëvizja e gjithë universit, e planeteve, sistemit diell, ose nga dielli, nga hëna, gjitha. Ndikon trupi yt kur del në plazh, nxirr, ja ndikim. Ngrohet, aftohet, a bëhet, pra, kupton, këto janë ndikime fizike. Por në psiqikën tënde, shpirtin tënd që nuk është fare material, nuk ndikon. Prandaj këto gur nuk ndikojnë në gjendjen tënde emocionale, në marrëdhënien tënde shoqërore. Fare. Por ndikojnë si se tam futet, është përsëri ligji shpirtëror. Futet djalli te këto gur dhe të manipulon ty, ta sjellë jetën në atë formë që ti në momentin që vë këto gur, të fillojnë të rregullohen disa gjëra. U afro. Sa i vura këto gur, mos zgjidh problemi. Dhe fiksohesh mas tyre gurve dhe ke futur në rreth ambicioz. Në vend që ti falësh Zotit, dhe ti lutesh Zotit, e të studiosh porositë e Zotit zbatosh, ti merresh me gur, kthesh në pagan ignorant. Dhe këta janë njerëz, e mbajnë veten kështu, janë përhapur shumë. Jo, e mbajnë veten shumë të ngritur, të sërës së lartë, e po ti shikosh vetëm me gur, me kështu. Po ato burrat janë të dhe janë edhe udhëheqës që udhëheqin popujt e kështu janë. A mendon tash, këta njerëz që falin gurve duhet t'i japin mend popullit. Deri këtu kemi arritur. Jo, ka thënë popullin akse. Mirë, është një gjë, po dhe populli si është i pari vendit në popull janë bashkë ata. Okej. Gjithë ky lloj. Mirë, Miran, falenderoj kjo intervistë për kohën edhe me kohën kur do jenë edhe festa e Krishtlindjes, kështu që na thuaj edhe një urim për Krishtlindjen dhe një manual të shkurtër si ta festojmë Krishtlindjen. Shiko, një krishter, zgjedh të mëngjes dhe shkoj në kishë të Po, Krishtlindja është festë fetare. Haronisht. Nuk është festë komerciale. Nuk e përjashtojmë anën komerciale, ose gastronominë, ose dhuratat e gjitha. Por, në qoftë se këto nuk i shërbejnë qëllimit, të festojmë lindjen e Krishtit, që tani nuk ndodh në aspektin historik, po ndodh në aspektin mistik, nëpërmjet misterëve të kishës. Fjalës së Zotit, kungatës hyjnore që marrin krishterët dhe adhurimi që bëjnë ne, atëherë Krishtlindja pa Krishtin është nonsens dhe është një Krishtlindje e dëshpëruar. Kush do ta bëj pa Krishtin, në fund të ditës, ja këtu do jemi, ata që na shikojnë atë gjë do të pas drejt, do të jenë dëshpëruar. Dhe Krishtlindja festohet me Krishtin. Domethënë, ne krishterët e kemi traditë, jo në mesnat, sepse kjo ngatrohet me rritjen romano-katolik, e kemi në taguar kur lind ylli mëngjesit afërdita. Sepse kur lindi Krishti, në Betlehem doli një yll që simbolizon shfaqjen e diellit. Kështu që edhe ne fillojmë Krishtlindjen në taguar. Prandaj shkojmë në mëngjes herë në kishë
dhe marrin pjesë në lutjen zyrtare që ka kishën, që është liturgjia rinore, marrin pjesë në misterin më të madh që ka kishën, në trupin dhe gjakun e Krishtit, i cili vjen nëpërmjet këtij misteri brenda nesh. Dhe ne kthehemi tani shpella e Betlehemit, grazhit kur Zoti rrin në zemrat tona dhe rritet brenda nesh, lëviz dhe vepron brenda nesh. Dhe këtë bekim që ne marrim nga kisha e çojmë në shtëpitë tona, te të afërmit tanë, tek shoqëria. Dhe aty merr kuptim edhe dreka e Krishtlindjes. Është qartë. Kurse të tjerët pasaj që ti bën pa Krishtin, thuaj sa dush Merry Christmas. Krishti nuk është në asnjë vend dhe ta thash janë Krishtlindje dëshpëruese dhe është për ta ardhur keq, sepse harxohet para, harxohet kohë, harxohet energji dhe stres dhe në fund asnjë nuk është i gëzuar. Krishti thotë një fjalë dhe ta mbyllim bisedën tonë, pa mua nuk bëni dot asgjë, as festa. Faleminderit shumë.